Kjo është klira që nxora nga fytyra ime. O zot, o zot. Me kaviar njëra. Sa dini juve, kjo është doktoresha më e mirë në botë. Quhet Lori, edhe lëkura ime është, nuk e di, në gjendjen e saj më të mirë ever. Falë saj, që më jep gjithmonë këshillat më të mira për lëkurën, dhe të trupit dhe të fytyrës. Edhe është aq e mirë, aq, nuk e di, you're the best. I love you. I love you too. Edhe produkte që më këshillon, gjëra që më thot. Do bina shërime ty. Këtu me një shoqen time që njemi prej, nuk e di, sa shumë vitesh, mbi 12 vitesh. Po, kemi qenë në shkollë bashkë, dhe tregoj pak, tregoj. Edhe këto i tregoja doktoreshës, kur ishim në maturiteti, unë isha jo mirankë, lexoja libra dhe gjysmore para, kur vin Lori qeshte, vinte brenda. Po ti ke studiuar, çka kam studiuar? Kam lexuar drejt vitit. Hyn atje dhe shumë se na të gjithë. Psikologjika, jo ishte të merë nga mësuesja. Jo i bënte gjërat kot i thoshte. Edhe i kapte kupton, dhe unë joja. Ba, unë zonë. Të studioni me orë të tëra, bënin grupe, dhe njëri tjetri që studionin. Unë ndërkohë bëja story në Instagram. Ua, mba mund edhe kur ishim bashkë. Maturiteti, kam bërë maturitetin më të bukur të gjithëve. Dhe unë të gjithë ngella me goja bura. Dhe unë ja them të gjithëve, Loredana, ç'ne doli kaq shumë që nuk ka pjas një libër të rritë. Si përfundim, dëgjova një fjali shqiptare të veshi, edhe ja ku jemi tani. Me këtë goca aq të bukura nga Prishtina. Wow! Me kam nuk do të në plazh normalisht, por kemi nevojë që lëkurat na shkëlqesën më shumë. Kështu që kemi nevojë për restoran.